Kemi atë procesin që është bërë ndaj IT-s kryeministrisë, shefit IT-s. Dhe atëherë është publikuar nga media, dëshmia e tij është publikuar e gjitha nga media. Dhe ai vetë ka pranuar, ka thënë që një nga harddiskjet, pra një nga bloqet e harddiskut, të cilin e kam kopjuar, e kam hedhur në një CD. CD-n e kam dorëzuar një zonjë në Gardën e Republikës të quajtur me mbiemër Spahiu, mos gaboj shpresa Spahiu. Pra kjo është thënë dhe s'të thënë në përgjithësi verbalet e gjykatës. Ja kam dorëzuar kësaj zonjë, thotë, kurse pjesën tjetër e kam fshirë, thotë, në formë të tillë të parikuperueshme. Ndërkohë, organet e drejtësisë amerikane, të cilat e kanë ndihmuar drejtësinë shqiptare të drejtimit, e kanë rikuperuar këtë, e kanë kthyer, që nga kjo ka dalë dhe ajo biseda e gjasme e përgjuar e Ndrea Prendit me vartësit e vet, që jep atë urdhrin për të qelluar. Pra, të gjitha këto janë provat, unë nuk e kuptoj të lloj dashakeqësie në vazhdim të prokurorisë speciale dhe më tepër atij prokurorit të çështjes, që vazhdon me të njëjtën melodi. Pra, kemi kaq vite, hallakatet çfarë presin ta njerëz presin akoma që të kalojnë dhe 5 vite, pra dhe çështja të parashkruhet, sepse s'ka zgjidhje tjetër kjo punë.